Dhe në këtë libër është dhe pjesa që pyet juve. Në këtë libër pasqyrohet 97-a, shkaqet e 97-s. Dhe ka një problem, konfliktet që krijoi Berisha me Amerikën për mos pranimin e ribërjes së zgjedhjeve në 40 zona elektorale. Amerika u detyrua të dërgonte zëvendës sekretare e shtetit në Shqipëri për të biseduar se kishte filluar ndezja e krizës dhe Sali Berisha se priti. Ki parasysh në atë periudhë mos pres zëvendës e shtetit. Dhe mas 3 ditësh i keni një libër, sekretari i shtetit, pra ministri i mbrojtjes i Amerikës, i kemi thonjza, urdhëron ambasadore në Shqipëri. Bëni gati dosjet për të mbyllur ambasadën. Së shpejti do të njoftë ditën e largimit, i kemi thonjza. Dhe mas 3 ditësh e urdhëron. 2 helikopteri kemi numër bordi helikopterit. Janë nisur nga Mesdheu në Filan Planmajse, do të vinë në stadiumin Qemal Safa dhe gjithë personeli ambasador largohet, 36 ushtar trupa komando do marrën në mbrojtje ambasadën dhe godinat që juve jetoni, i keni libër. Pra, unë nuk them Amerika libre braktisi, unë them Amerika u largua nga Shqipëria. E ka zbutur. Pra, Amerika në konflikti politik braktisi Shqipërinë. Dhe, duke qenë se konflikti tani u rrit jashtë mase, dhe Berisha nuk jep të dorëheqjen, dhe mua më thirri presidenti Turqisë Sulejman Demirel, një burr shteti, dhe një dashamirësh i Shqipërisë që bie tavolinës një mjet natës Berishës së prezës time, Berisha, po që nevoja jo më qeveria, po jep dorëheqje dhe ti, sepse tu kërcënohet suverenitet e Shqipërisë. Dhe të nesër Berisha ka shkarkuar qeverinë, Aleksandr Meksin. Pra, duke qenë se situata u acarua shumë, dhe fatmirësisht Ministria e Jashtme i dha urdhër gjithë institucioneve që duke qenë se Shqipëria është në krizë të rëndë, atasheut ushtarak i hini protokollin, ndërsa ambasadorit Skënder Shkupi, përfaqësuesi i Partisë Demokratike që ditë në televizor dhe shante Partisë Socialiste, në vend të flisë për Shqipërinë, i mbyllën dyert, janë dokumentuara që kur vinin ministrat nuk e fusin takim ambasadorin. Shikoj kam në arshivë dokumenton, për jashta, sigurisht Shakir Vuka e lanë për jashta, vetëm Demireli dhe unë takim, dhe sot më derë televizorë mua ata janë pjesë e shkatërimit të Shqipërisë, është gjalla i sot, dhe më thristin e bëja takim dhe sqaroja situata e ministrit të mbrojtjes, shefi shtatmadhorisë dhe kisha shkputur çdo lloj marrëdhënie me ambasadorin. Nuk flisi fare me neve. Unë punoja për Adeun, për Shqipërinë, për Shpinën e Adeut, ai luftonte dhe i dërgoi telegram urgjent Sali Berishës, zirë tanken në Tiranë dhe shtyp opozitën. Dhe gabimisht ja dërgon ministrit financave të Arbel Malajt dhe ai e boton të nesër koha jonë dhe zëri popullit. Dhe ka surrat sot në televizor ai. Kupton? Pra shko, dhe në këto momente më pret shefi shtatmadhorisë turke, Kıvırkollu, që priti pasaj sotën pandemi Majkon. I shpjegova situatën, shefi shtatmadhorisë turke vjen mas kryeministri Turqia atëherë me protokoll. Dhe mori telefon Shilerin. Shileri ishte një zonjë e marrur në Harvard, shumë e zgjuar. Është e vetmja gruar që ka qenë Turqi kryeministre. Kur vdiq Turgut Özali, Demireli nga kryeministër kaloi president. Dhe kjo pastaj u zgjodh kryetar e partisë dhe u bë kryeminist e parë, tepër zgjuar. Dhe më thirrën në 11 paqështret të natës me uniformë ushtarake që keni parë. Nëse dëshiron po ta dërgojë e kam parë. Kam parë atë foto shumë. Tani ti thuash zonja kryeministre Femnon, do të thosh fillimisht e nderuara zonja kryeministre. Dereli Sayın Başbakanım turqisht. Bujrun. Ne diyeceksin, çdo thuash shkurt dhe sakt. Dhe i spjegova që ka bërë film që se peti Turqia. Turqia ka bërë filme këto gjëra, ka dokumentuar Turqia. Dhe i spjegova. Erdhi koha që atë ndihmë të madhe që ka dhënë shqiptarët Turqisë, pa i thënë më teja, Turqia tani t'ia shpërblej Shqipërisë, sepse është në situatë kaq të rëndë, dëgjoni me shumë vëmendje. Por më e madhja, i thënë, diskutohet sovraniteti kombëtar i Shqipërisë. 900 ushtarë të divizionit të 8 këmbësorisë janinës janë veshur me uniforma civile dhe dje kanë hyrë në Shqipërinë e Jugut
me fragut e Voropirit. Ndërsa sot mëngjes hyri zëvendës ministri i jashtëm i Greqisë pa leje shqiptar në Shqipëri. Ndërsa në veriun e Shqipërisë janë 3 brigata trupa komande serbe. Shqipëria bën ballë, po rrezikohet kërcënimi veri jug, që është politika, nëse në anë tjetër 2 shtete janë përsëri saja. Shikoni morti zot gazetar. Po vjen keq për vendin. Pam telefon e kuq. Ma tan shishtan molloris sa janë komutanëm i nderuar i komandanti im, thotë Edi Rama, shefi i shtatë Bërgjishëm, i nderuar komandant, shefi i shtatë Bërgjishëm. Thotë shoqar Ndërim të jashtë. Bujruni thaj. Ja shpjegoj, vepro. Ford do koordinimi Demireli, presidenti, kryeministja, shishtan Voloris. Dhe ajo ngrit. Ndjekim me shumë kujdes situatën e Shqipërisë, prandaj për sovranitetin dhe tërësinë territoriale të Shqipërisë, Turqia është në këmbë e ka dokument në mbrojtjen e saj. Dhe në fund, kush prek Shqipërinë, prek Turqinë. Natyrisht, raportoja kryeministrit sa që se mund të raportoja dhe presidentin në asaj kohe, dhe mbas 10 ditësh bëri deklaratën e dytë tek Librethojza. I jepte Reuters, ata që kundërshtojnë të hapin Reutersin dhe BBC-n, të hapin i kanë të archivuara. Unë i kam vënë të archivuara, ku t'i kam vënë kontrave. Reuters dhe BBC-n, që jepi drejt për drejt. Dhe pasaja thirrëm zotin Bashkëfino, një njeri i shkëlqyer, që nda para jetës, unë bashkëpunova në shkëlqyer me të. Dhe sollo me avion ushtarak në Ankara. Dhe kur shkuam te Demireli dhe ju afruam, Hosh Gerdiniz bashkë me kalarmiseri, tha zoti kryeministër. Bravo Mordial, tha shpëtove Shqipërinë. Pse ja tha këtë? Ja tha dhe takojë. Sepse në atë krizë të madhe ku Shqipëria diskutoi, ai edhe pse Berisha ishte në konflikt të madh, vuri ekuilibra midis presidentit dhe qeverisë së vendit. Dhe u vendosëm në Hilton. Gruaja ime shoqëron në gruan e Bashkifinos. Dhe neve qëndrojmë të dhoma pritjes. Erdhi Qileri. Qileri ishte zëvendës kryeministre dhe ministre jashtëm atëre. Ishte ndryshuar, kishte ardhur Bakani kryeministër. Erdhi me njëherë, me atë tha dhe ul. Dëgjoi 2 llafe dhe u ngrit të këmbë. Deklaratë e tretë e keni libër. Prapë për botën e Shqipërisë. Urojmë Shqipërisë të bëjë zgjedhje të qeta dhe ne kemi dërguar 900 ushtarë në Shqipëri në kuadrin e operacionit Alba për të siguruar të fare gjërat e fraja. 3 thonë dhe saja janë në këtë libër. Zyrtar, të dokumentuar dhe kush u beson të hap arshivat e rrotit fare. Pra, të flasësh me dokumenta, me realitete dhe me aktor, dhe jo me njerëz që flasin kot kafeneve të rrugëve. Zoti Limaj, e përmendët Greqinë. Si ka mundësi kjo lloj armiqësie, sidomos me pjesën e jugut të vendit? Dhe cila është agjenda reale që vjen nga jugu i Shqipërisë? Po shpjegoj edhe diçka tjetër do vim atje neve. Në këtë situatë kaq të rëndë që po kalon dhe Shqipëria, dhe flisja edhe në BBC drejt për drejt. Në BBC ishte Egro atëherë, në BBC. Franco Egro. Bravo. Kolegu jonë e përshëndesim. Bravo. Thuaja kofe. A më merret drejt për drejt intervistë nga Ankara dhe shpjegoja situatën dhe mbështetja që Turqia dhe atashe ushtarak e Amerikës ishte bërë pjesë e zyrës time. Komunikon me njëri tjetrin dhe jepe Qandeja. Flisja Qandeja trajtoja situatën dhe i jepja moral shqiptarëve të ndershëm që do të dalin nga situatë kaq e vështirë. Por problemet janë shumë të thella sepse një nga strategjitë kryesore që u përdor nga agjenturat dhe shtetet e huaja për të shkatëruar Shqipërinë ishte shkatërimi i institucioneve të sigurisë dhe bërës kombëtare në Shqipëri me ndryshimin e sistemit. Ne kemi pa 2 drejtori qendrore gjatë luftës së ftohtë që trajtoi këtu. I ke këtu. Po. E filluan fillimisht me Jugosllavinë ndërtimin e tyre, por e konsoliduan me Bashkimin Sovjetik. Drejtoria e zbulimit politik, që ishte drejtoria e tretë e Ministrisë Punëve Brendshme në varësi të ministrit Brëshko Adriasbiu, u vendos rezident në Ministrinë e Jashtme, civil. Ndërsa, drejtoria e zbulimit informativ ushtarake në Pallatin e Brigatave, në derën e dytë, në varësi të ministrit të Mbrojtjes Beki Balluku.
Tani i ngatrojnë, unë i trajtoj shumë, këtu e fore të rëndja foku, misionet. Drejtoria e zbulimit politik e vendosur në Ministrinë e Punëve të Jashtme, e mbron dhe kodigjetet e saja në përfaqësitë tona diplomatike jashtë shtetit me petrun diplomatit, sekretari parë, sekretari tretë. Dhe misioni tyre ishte ndjekja dhe zbulimi i gjithë veprimtarisë së diasporës politike dhe ekonomike të arratisura Shqipëria dhe bashkëpunimi i tyre me agjenturat cila me radhë për rrëzimin e Partisë Punës e Rogers. Kjo është misioni i saj. Me vete, prandaj ai zotëria që më del televizor mua i zbulimi politik gjen. Ja rrova emrin unë. Ndërsa drejtoria e zbulimit informativ ushtarak kishte për detyrë që nëpërmjet agjenturës njerëzore të emëruar në ambasada, këshilltar ambasade, sekretar parë, sekretar dytë, dhe agjenturës elektronike, dy lloj agenturash, të shmangte çdo lloj befasie të kërcënimeve ushtarake të Shqipërisë. Dhe zbulonte përbërjen, organizimin, dislokimin, forcat armatosura të Greqisë, Italisë, Jugosllavisë, të Bashkimit Sovjetik kishin në Bullgari, në Hungari, dhe të flotës saj me zë, dhe të flotës të Shtetit Bashkuar të Amerikës me dislokimin në Itali dhe flotë jashtë në me zë. Le të hapin arshivat dhe të studiojnë.